Kristi Lamaj është bërë pjesë e sfidës së mosreagimeve nga vëllai i madh. Banori Big Brother V5 është futur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri nga muri, ashtu siç e la përfundimisht garën pak javë më parë. Kristi futet në shtëpi duke kënduar e më pas i ngacmon banorët duke u thënë: "Po unë ju kam thënë që unë vi kur të dua, iki kur të dua." Më pas ngacmon edhe Brikenën dhe Mateon për puthjen që dhanë, si dhe hëngri një llokum për ta. "Po mirë moj, unë vuajta aq shumë për të bërë me atë, e ti puthesh pasi i ka unë, po e hëngra llokumin", i tha ish banori Brikenës, e cila u përlot nga prania e tij. E teksa ajo qëndronte me Mateon dhe me lot në sy, Kristi shkoi pranë saj dhe e puthi në faqe. Edhe Selin ka shpërthyer në lot kur ish banori shkoi për ta përqafuar, e për të mos u dukur se ishte prekur nga prania e tij, ai o thoshte: "Vëllai i madh, nuk jam mirë." Por ai që ka habitur më shumë me reagimin e tij ishte Miri, pasi edhe ai u prek dhe u përlot. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.